nëse i shohim domethënë deklarimet formale gjithë liderëve politik kanë qenë që çmongin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Do thotë që janë që gjendet një solucion, do thotë që të deblokohet funksionimi i institucioneve, por në fund ato do thotë këto deklarata rezultuan me zero rezultat dhe qytetarët e Kosovës e detyruan do thotë që të shkojnë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Prandaj në këtë pikpamje mbase mund përsëritet e njëjta skemë, e njëjta logjik ku kemi zotime zyrtare dhe formale për të kalim të krizës politike, por në anën tjetër në prapaskenë do thotë bën veprime të tjera që e minojnë pikërisht këtë qëllim zyrtar. Tash normali kemi këto deklarata të reja, unë kam thënë edhe në këtë studio ditën e përfundimit të zgjedhjeve të nesërmen, kohja e procesit në farë mënyrë do të qartësohet, do të diktohet se ka do të shkojë se cilën agjendë do ta konsideron më prioritare partia fituese e zgjedhjeve. Atë të zgjedhjes së presidentit, do thotë, e cila është arsye pse ne kemi shkuar në zgjedhje, sepse ne kemi shkuar në zgjedhje, siç e kam thënë disa herë tash, po duhemi ta përsërisim vetveten, jo për shkak për të ndëgjuar edhe një herë si në kor ato premtimet fontanën e dëshirave të premtimeve të elektorale se si do të lulëzoj Kosova më në fund këtë mandatin i cili po na pret, ato me miliarda zotuara, me infrastrukturë sportive, me infrastrukturë sepse këtu do të ketë një dështim spektakular të Kosovës, por është temë që do ta diskutojmë gjatë ditëve të ardhshme, sepse si përket infrastrukturës sportive deri në vitin 2028, se Kosova s'është e gatshme të plotësoj kriteret e shtruara ndërkombëtare për organizim të lojrave mesdhetare, ka gjasa ne që ta humbim organizimin e këtij kompeticioni, por kjo temë tjetër, do thotë temë tjetër, arsyeja pse kemi shkuar në zgjedhje dihet do thotë për shkak të temës së presidentit. Dhe vetëm natën e përfundimit të zgjedhjeve, do thotë në fjalimin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti drejtuar mbështetësve të tij, ai dhan indikacione se nuk i konsideron shumë urgjente zgjidhjen e këtyre temave për shkak sepse kemi institucione në detyrë që po funksionojnë për mrekulli, thuajse të ishin plotësisht legale dhe legjitime. E para, e dyta, ne tha, nesër në orë 8 dalin në punë. E dyta, opozitës i duhet me do të jap shansën opozitës të rikthehet në punë. E dyta është deklarata e para 2-3 ditë nëse nuk gaboj, nëse më kujtohet, kur e i rënditi hapat që i ka planifikuar lëvizja vetëvendosje drejt konstituimit të me leta lexoj këto nga një aktivitet në terren si nga një aktivitet në dhe disa reagime ndaj Enver Hasani që pat tash po e citoj zotin Kurti. Tekstualisht tash është duke u përmbyllur procesi i numërimit gjitha votave, andaj le të presim këtë ditë. Nuk e di a do të ketë ankesa, bëhet certifikimi dhe natyrisht ne jemi të interesuar që pa humbur kohë të hyjmë në fazën e ardhshme që është konstituimi i institucioneve të legislaturës 11. Sa më shpejt aq më mirë, ka thënë Kurti. Ndërkohë, por natyrisht e ju e dini që për çështjen e presidentit, zgjedhjes së presidentit ose presidentes, ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm për shkak se në vitin 80 vota aty në sallë në Korum, në bazë një gjykimi gjykatës kushtetuese, që t'ju them drejtën, siç ka thënë Kurti, ka pasur shumë interpretime kritike, kredibile, sepse ne e dimë se gjykata kushtetuese nuk do duaj ta rishkruaj kushtetutën, as ta amendamentoj atë, por do duaj vetëm ta interpretoj. Dhe ne kemi pasur shumë shembuj kur kemi pasur një lloj aktivizmi juridik, por ndodhemi tash në këtë rrethon dhe neve na duhet bashkëpunimi. Ne do të përpiqemi për sa më shumë bashkëpunim me opozitën sa i përket zgjedhjes së presidentit apo presidentes, ka thënë Kurti. Tash këtë deklaratë do ta ndaja në 2 pjesë. Ajo kritika ajo pjesa tash është temë tjetër, kjo pjesa kritike ndaj gjykatës kushtetuese, jemi të mësuar me këto konstatimet e lëvizjes vetëvendosje, mirë po gjendja është kjo që është e kemi një gjykim të vitit 2011 me çedim së bashku dhe Kuvendi i Kosovës nuk ka tjetër rrugë posa të veprojë në koherencë me rekomandimet e atij akt gjykimi. Por ka një lloj kontradikte dhe paqartësie në zotimet e Kurtit në raport me citatin e parë. Sepse tha, a do ta bëj ofertë ndaj partive opozitare, siç po kërkojnë këto të fundit, veçanërisht një LDK-e, Djemi Lotfiazin, dhe një pjesë e PDK-s. Mos ta harrojmë, edhe një pjesë e PDK-s ka qendrim zyrtar që duhet të negociohet me lëvizjen vetëvendosje paralelisht për kryesinë e kuvendit, për qeverinë dhe për temën e presidentit, do thotë, a do t'i fus këto në tavolinën e negociatave para krijimit të institucioneve, apo me që i ka siguruar siç duket votat për
zgjedhjen e kryesisë së kuvendit dhe për votimin e qeverisë, do t'i themeloj fillimisht këto institucione dhe më pastaj kur të imponohet tema e presidentit, do t'u bëj ofertën subjekteve, veçanërisht që ja ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, ofertën për ndarje të posteve ministrore në këmbim të sigurimit të votave për presidentin. Pra është e paqartë se ndëgjojmë Kasole për reflektim konkret atë çfarë tha mbrëm në kryetari LDK-s zoti Aziri në pressing. Po që ta kontekstualizoj. Për shkak se spekulohet që zoti Kurti do t'ia ofroj LDK-s postin e kryetarit parlamentit dhe diçka në qeveri, pra disa poste ministrore. A është i pranueshëm për LDK-n që ta marrë postin e kryetarit parlamentit dhe ta votojnë një kandidat vetëvendosjes ose dikë që zgjedh vetëvendosja, si më thonë, si përfaqësues shoqërisë civile ose diçka tjetër për me qenë president i Republikës. Për neve s'ka rëndësi kjo. Cila? Kjo ndarja e ofiqeve edhe zyreve. Për neve ka rëndësi bashkëpunimi, mu normun këtë vend, për institucione për Republikë, mi dhanë venit, jo vetëm besim, po dhe pak dashni, me ditë kush me ka po merë, qka ka prioritet, qka janë detyra, cilat janë proceset që kanë më shkaktu, cilat janë punë që kanë moralizu, cilat janë projekte zhvillimore, qka ka me ndodhë me këto, edhe këtë e fundit është aja kush çfarë përgjithësie merë. Ulemi, ndajmë. Nëse LDK ka kapacitete në politikë jashme, në infrastrukturë, në bujqësi, në presidencë të fillu pejt parës, që është ta kryesore që do të më zhjith, ne aty ku kemi edhe ku marim përgjithësi, a kena më shumë njëre më të mirë. Në frymën kushtetuese, me bashkëpunim me të gjithë, tuku e abo Republikën dashën të gjithë njerëzve të Kosovës. Kjo është aja. Çdo opcion tjetër i cili në formula, në opcione, ky aty, aja aty, LDK nuk vlen më. Nuk vlen më. Nuk e shihni mos si problem nëse zoti Kurti do t'i ketë 3 postet më të rëndësishme. Jo, thash nuk i takojnë. Thash fillim, bashkëpunimi është detyrueshëm sepse nuk i takojnë të gjitha dikujt. Nuk i takojnë. Por as mekanizmi bllokues eventualisht që mund të përdoret ka qenë situata, sepse jemi të interesuar me largu lodhjen të qytetari për pritjen në zgjedhje me shku. Mekanizëm, nuk kemi të ndërzuar të avëm mekanizmin bllokues, që a e pranoj zoti Aziri që kanë bllokuar me atë? Dëgjoj, tash nëse ky është qendrim zyrtar. Bashkëpunim po. Po, nëse është qendrim zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk është opinion personal i Lutfi Azirit. Nëse është qendrim zyrtar, atëherë LDK ka bërë qartë pozicionin e saj, sepse është duke pritur me një këmbë që ofertën e kryeministrit Kurti, me çfarë do lloj kushtesh. Vetëm me qëllim që të shmangin edhe një herë zgjedhjet për shkak të pretendimit. Nëse është qendrimi zyrtar i LDK-s, unë e kam ditur që të paktën LDK-ja formalisht është deklaruar që misioni i saj është se si ta luftoj politikisht kryeministrin Kurti për shkak të dëmeve që i ka sjellur vendit, po jo që të shpall romanca politike këtu, sepse Lutfi Aziri tha ne tash kemi mision që t'i ofrojmë dashuri njëri tjetrit. Nuk shpall një misioni i romantizmit politik, i sentimenteve romantike duli nga ky përcaktim i ri i vallë projeksionet e fushave ku LDK mund të kontribuojë. Politikë jashme infrastrukturë, në bujqësi dhe presidente. Po jo mekanizëm bllokues. Nuk është mekanizëm bllokues. Gjë që tregoj që është i gatshëm, do thotë LDK-ja është e gatshme që ta sakrifikojë pozitën e presidentit dhe të rikthehemi në atë pozicion, po e zon mbase ku ishim duke bashkëbiseduar para se të shkohej në zgjedhje që të pranohet oferta e para zgjedhjeve të 7 qershorit të kryeministrit Kurti për Vjosa Osmanin për ndonjë pozitë ministrore dhe jo për presidentin. Do të thotë atëherë zgjedhjet pas kanë qenë kota dhe përgjithse po na dalin që janë subjekte opozitare sepse po i pranojnë ato kushte politike, këtë rast është fjala e LDK-n. Jemi duke folur për LDK-n sepse qendrimi i PDK-s ende është qendrim zyrtar. Edhe qendrimi i PDK-s është ende konfuz, edhe qendrimi i PDK-s është ende konfuz, siç thash, njëra linjë është siç duket ka një linjë brenda këtij subjekti politik. Samir Ushtaku tha, po bëhet koalicion me Kurtin, unë dorhiqem. Po dëgjoj, sepse Samir Ushtaku nuk tha që është e mbyllur për Partinë Demokratike të Kosovës tema e bashkëbisedimit dhe bashkëqeverisjes edhe bashkëvendimit politik me lëvizjen vetëvendosje. Por ai siç duket ka indikacione që ka një vullnet të brendshëm politik nga segmente të caktuara për të ofruar me lëvizjen vetëvendosje, me pretendimin dhe arsyetimin zyrtar që të shmanget lodhja, sepse tash është e paqartë a është lodhur opozita këtu apo qytetarët. Kjo duhet ta
duhet ta qartësojnë. Mos lodhja e opozitës ka ndikuar që qytetarët të mos solidarizohen me këtë opozitë në mënyrë të abstenojnë nga procesi politik dhe të mos i shohin si alternativë politike. Këto janë tema që duhet të diskutohen. Mirë po, mesazhi i tij ishte shumë i qartë që nëse, që në nivelin hipotetik nuk përjashtohet, nëse Partia Demokratike e Kosovës kalkulon që të bëhet pjesë e këtyre skenareve, i njëjti do të largohet nga ky subjekt politik. Dhe atyre që janë duke u tunduar nga opcionet e këtilla u mbetet të zgjedhin ndërmjet Albin Kurtit dhe Samilo Shtakut. Tash është në dorën e kryesisë së Partisë Demokratike se çfarë kohje do të vendos. Normal, unë pas kësaj deklarate nuk pres, mas kësaj deklarate kërcënuese publike, ndërsa është kjo deklaratë kërcënuese publike, nuk pres që Partia Demokratike e Kosovës do të ketë guxim, do thotë që të afrohet më shumë me lëvizjen vetvendosje. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, nëse ky është qëndrimi zyrtar i këtij subjekti politik, e bëri të hapur projeksionin e saj për të ndarë dashuri politike në këtë vend, për të tejkaluar urrëtiet, po tash nuk e di kush është burimi i urrëties, sepse ne deri tash kush e shkaktoi përçarjen. Ana ashton që deri tash se humbi Kosova 2 vite. Pse humbi? Ana ashton deri tash që Kurti është burimi kryesor i përçarjes dhe polarizimit politik dhe shoqëror. Tash cila është terapia që e paska Lidhja Demokratike e Kosovës, kjo terapi psikoanalitike më shumë se sa në dimensionin politik, që e ka marrë këtë mision që ta kuroj, do thotë ta kuroj Albin Kurtin nga veprimet e tij përçarëse politike dhe polarizuese, sepse keq ka pash aty është një lloj dashurie romantiko-politike e proklamuar nga Lidhja Demokratike. Duhet me dashur Kosovën. Duhet me dashur Kosovën, por fillimisht duhet ta duam njëri tjetrin. Dëgjoj, fillimisht që të jemi korrekt me renditjen e narracionit. Fillimisht duhet ta duam njëri tjetrin, bomë me përçarje. Po kush deri tash LDK-ja ka thënë që Albin Kurti është burimi i përçarjes politike dhe i polarizimit politik në këtë vend. Dhe duhet ta bëj ditur. Edhe tha Nina mirë, nëse marr epitetin e njëri që i afron njerëz. I afron njerëzit, po. I stabilizon Kosovës. Në rregull është, mirë, po unë nuk besoj që do të kalon lehtë asgjë në lidhjen demokratike, ne pa reagime. Po, dëgjoj, pa të reagime të eksponentëve të duke filluar prej Abdullah Hoxhit, do të që nuk ka nevojë për eksperimente të reja politike. Shumë zëra të tjerë të mos i përmendim, të mos i listojmë, tash do thotë më tepër janë duke bërë thirrje për dorëheqje të drejtuesve kryesor të këtij subjekti politik Abdigjiko Osmani, sesa për afrim me lëvizjen vetvendosje. Unë besoj që do të jetë sfidë shumë e madhe që të tejkalohen këto antagonizma të brendshme në Lidhjen Demokratike të Kosovës nga ky afrim me lëvizjen vetvendosje, por mbase strukturat drejtuese të saj kalkulojnë që duke qenë në pushtet, atëherë e kanë më të lehtë që t'i akomodojnë pakënaqësitë që mund të krijohen në këmbim të pozitave dhe të mundësive që i ofrojnë. Pra, kjo mund të jetë pushtet dhe privilegje. Pushtet dhe privilegje në mënyrë të paqes së brendshme partijake dhe një përpjekjes për ta fituar një narracion politik dhe publik që është Lidhja Demokratike e Kosovës, ajo që e ndali atë pjetën e më tutjeshme të vendit dhe torturimin e qytetarëve të Kosovës me zgjedhje të vazhdueshme e të jashtëzakonshme. Sa do të vjedhës ky eksperiment, lëvizja vetë. Kurti nuk po jep asnjë fjalë. Sa do të vjedhës ky eksperiment? Kurti mbetet në skenarin së paku deri tani. Deri tani. Çka do të ndodhë nesër tutje, nuk e dim. Sepse është çështje, dëgjoj, është edhe një çështje e ngritur pandema